Aeroportet dhe kalimet kufitare të Evropës janë përgatitur për mbingarkesë të mundshme, kur të dielën të vihet në funksion një sistem sigurie i vënuar prej kohësh që gjurmon gjurmët e gishtërinjve të pasagerëve. Operatorët do të fillojnë të regjistrojnë foto biometrike dhe gjurmët e gishtërinjve nga njerëzit që largohen ose mbërrinë në blok në disa pika kufitare, ndërsa sistemi i ri i hyrjeve-daljeve do të futet gradualisht gjatë 6 muajve. Portet, aeroportet dhe terminalet e trenave janë detyruar të instalojnë makineri për të kryer kontrollet, të cilat do të mundësojnë zyrtarëve të verifikojnë informacione në lidhje me statusin e imigracionit të njerëzve dhe të identifikojnë automatikisht ata që qëndrojnë më gjatë se vizat e tyre ose qëndrimet e lejuara. Do ta dimë se kush hyn në BE, kur dhe ku. Është shtylla kurrizore digjitale e qasjes son të re ndaj menaxhimit të kufive, tha komisioneri i çështjeve të brendshme të BE-s, Magnus Brunner për Financial Times. Sistemi ishte vënuar vazhdimisht nga shqetësimet se sistemet kompjuterike nuk ishin gati dhe se udhëtimet do të ndërpriteshin. Vendet e BE-s vendosën përfundimisht të zbatonin atë hap pas hapi, që do të thotë se do të jetë plotësisht funksional vetëm më 10 prill 2026. Kur të zëvendësoj vulat manuale të pasaportave. Zbatimi i këtij sistemi IT në shkallë të gjerë në 27 shtete anëtare është një detyrë komplekse dhe e vështirë. Megjithatë, një detyrë për të cilën ne jemi të përgatitur. Periudha 6 mujore e zbatimit do të sigurojë që shtetet anëtare, udhëtarët dhe bizneset të mund të përshtaten pa probleme, tha Brunner. Simon Lejeune, një drejtor i lartë i Eurostar, tha se futja në përdorim të shkallëzuar e EES është shumë e mirëpritur. Kjo do të ndihmojë në mbështetjen e një operacioni edhe më të qetë dhe do të mundsojë klientëve të mësohen me procesin EES. Shumë gjëra do të varen nga mënyra se si do të sillet sistemi në ditën e nisjes dhe nga personeli i dur policor në pikat e kontrollit, tha kreu i grupit lobist Airlines for Europe. Më e rëndësishmja, ekuipazhet e linjave ajrore nuk duhet të mbahen të bllokuara në kufi dhe ato do të përpunohen sa më shpejt të jetë e mundur, në të njëjtën mënyrë si më parë, shtoi ai. Sistemi do të futet në fuqi nga 29 vendet e zonës pa kufi të Schengenit, duke përfshirë edhe Zvicrën, Islandën, Norvegjinë dhe Liechtensteinin. Kontrollet nuk do të zbatohen për persona që mbajnë leje qëndrimit të BE-s ose viza afatgjata. Vendet fillimisht do të fillojnë zbatimin e kontrolleve vetëm në disa pika kufitare ose për kategori të caktuara njerëzish. Në Gjermani kontrollet biometrike do të fillojnë në aeroportin e Düsseldorfit të dielën, pastaj në aeroportet e Frankfurtit dhe Munihut, të ndjekura nga portet detare dhe kalimet e tjera kufitare. Sistemi u miratua në vitin 2017, por është shtyrë disa herë. Vonesa që operatorët thonë se i kanë lejuar ata të korrigjojnë defektet dhe të kryejnë testime. Askush nuk ka justifikim për të mos qenë gati, tha drejtori ekzekutiv i Eurotunnel, Jan Lerishe, për FT, gjatë një demonstrimi të teknologjisë së saj në Folkestone. Kioskat e Eurostar, të cilat ndodhen në stacionet e saj përpara se pasagerët të regjistrohen, do t'i bëjnë gjithashtu secilit pasager 4 pyetje, duke përfshirë nëse ke një bilet vajtje ardhje dhe fonde për të mbështetur veten gjatë vizitës së tyre. Udhëtarët që përgjigjen jo, do të duhet të flasin drejt për drejt me një oficer kufitar. Sistemi do të fillojë me pasagerët e klasit biznes. Eurostar ka investuar më shumë se 10 milion euro në përgatitjet e saj për EES, të cilat përfshin 49 kioska për klientët për regjistrimin e EES dhe 2 fishimin e kapacitetit kufitar në St. Pancras, me porta të reja elektronike dhe me shumë pozicione kufitare. Kjo do të thotë që oraret tona të regjistrimit do të mbeten të njëjta me EES, shtoi Lejeune. Njerëzit që përdorin tunelin e kanalit ose kalimet me traget do të përballen me kontrolle në pikat e kontrollit kufitar në Angli, ndërsa ata që mbërrin nga Mbretëria e Bashkuar në BE me ajër do të përpunohen në aeroportet lokale.